theksuam se çështja e financimit partive është çështja më themelore e procesit zgjedhor dhe konkretisht me fakte provuam se në këto zgjedhje në rrafshin e financimit nga parat e buxhetit, diferenca midis dy partive kryesore, Partisë Opozitës, Partisë Demokratike dhe Partisë në qeveri, ka qenë minimumi 700 gjerë në 1000 herë. Diferenca e financimit me parat e buxhetit midis dy forcave kryesore politike shkon nga 700 në 1000 herë. Konkretisht. Duke mos llogaritur, duke përjashtuar totalisht atë çka ligji përcakton për financimin e këtyre partive. Jashtë përcaktimit ligjor, partia në pushtet organizoi në kohën e ndaluar nga ligji 4530 ngjarje me një kosto nga disa qindra euro në 7 milion euro para buxheti, siç ishte Giro d'Italia, një ditë para zgjedhjeve dhe ditën e zgjedhjeve një organizatë private e cila u kontraktuar nga Edi Rama për të ndikuar tek zgjedhësit. Së dyti, u shpërndan, pra kjo është e pa llogaritshme, kjo e 4500, këto nuk janë tek këto 2.7 miliard, jo, tek Bilerian thash, nëse thash 700 gabova, është të paktën 2700 herë ta marrin me realitet. Po, sepse janë para buxheti këto. Së dyti, ju dha çdo pensionisti ju dha 100 euro dhurat në fushat elektorale para buxheti. Dhurat për vot. Së treti, u falen 2 ditë para zgjedhjeve para që do shkonin në buxhet 2 miliard e 100 milion euro me impakt në mbi 203.000 familje, me impakt në 84.000 biznese aktive. Tjetër, po këto nuk llogaritën këto të fundit, miliarda të rrënjve të kanabisit që u dekretuan 29.000 hektar kundër 200 hektarëve që parashikon të ligji, në një kohë kur një bim kanabis vlerësohet në 1.000 euro të ardhura. Por këto nuk llogaritën dot, sepse këto shkojnë në miliarda në vetvete, shuma stratosferike. Pra, pabarazia ishte në mira herë. Në financa me para buxheti. Flas gjithmonë parat e buxhetit. Shto këtu edhe mbi 500 milion prokurime të ndaluara me ligj gjatë fushatës elektorale. Për të gjitha këto farsa ishte më shëmtuara që kanë parë ndonjëherë. Nuk është vetëm ky problemi. Problem tjetër kaq themelor është armiqësia e institucioneve ndaj opozitës. Është shkalla ekstreme e politizimit të KQZ-s dhe skapit të partisë. Pra, problemi është ligji shkelet, po kush nxjerr përgjegjësitë? Mund të them se nga 43 dosje të dërguara të shqyrtuara, vetëm një penalizim, që të gjitha tjerat amnisti nga skapi partisë, duke u dëshmuar kështu
një problem madhor për pluralizmin politik dhe demokracinë. Dhe ne shpreh mendimin tonë se është domosdoshme që institucionet e shqyrtimit të ankesave, e vlerësimit të ankesave të kenë një lloj pavarësie dhe objektiviteti besnikërie ndaj ligjit. Mendoj se takimi ishte shumë i mirë, natyrisht këta zotëri dhe zonjë kanë ardhur të marrin mendimet e partive politike për dhënë rekomandimet të cilat kanë qenë gjithnjë jashtëzakonisht të dobishme, por janë hedhur gjithnjë poshtë nga qeveria. Mos harroni pak simbolin e refraktaritetit të organizatës kriminale me krye Edi Ramën në rastin e Olta Gjashkës, e cila është një mekatare e jashtëzakonshme. Ju them unë ju, po, nuk e dini ju. Nuk e dini, ç'është Olta përfaqëson një lubi në vetvete, madje ka rrezik që ja kanë lakmi njëra tjetrës. Ka rrezik. I hapur për pyetje. Zoti Berisha, ju thatë që takimin në mes çështjeve që u diskutuan ishte edhe çështja e financimit të partive. Çështja kryesore, kjo është çështja. Por a është e vërtet që Komisioni Venecias ka shprehur mos dakordsi dhe ka kundërshtuar draftin e përbashkët të miratuar nga PS dhe PD në Komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore? Unë nuk di të ketë asnjë draft të përbashkët. Draft ka. Jo të miratuar. Drafti propozuar që ka kundërshtuar SB-ja. Drafti nuk ka akoma opinion e Komisionit Venecias në lidhje me draftin. Ka një draft të OSBE-Odirit, i cili ka një opinion të OSBE-Odirit, i cili është pjesë e punës që do bëjë komisioni për të çuar më tej ligjin e financimit të partive politike, por Komisioni i Venecias shpreh në datë 13 qershor. Pra, di që Odir ka sjell rekomandime, do të thosha të shkëlqyera. I mbështesin ato rekomandime? Plotësisht. Ka bërë një raport të shkëlqyer, të cilin pa diskutim që ne e përfillim dhe e marrim shumë parasysh, natyrisht presim dhe rekomandimet e Komisionit Venecias. Nuk di asnjë lloj dakordësie gjerësot me midis drejtuesve të Komisionit të Reformës, sepse nuk kanë marrë materialin për shqyrtim, presin të gjitha këto dhe pastaj do shqyrtojnë. Edhe një çështje tjetër, zoti Berisha, juve keni deklaruar në disa konferenca, po edhe sot sapo e theksuat që jeni në akord të plot dhe jeni dakord me të gjitha rekomandimet që ka sjell OSBE-Odir. Por në mesin e rekomandimeve që OSBE-Odir ka sjell, që shumë prej tyre janë dhe kërkesat tuaja, është edhe çështja e depolitizimit të administratës zgjedhore. Jeni dakord edhe me këtë pikë të rekomandimeve të OSBE-Odir? Ky problem është i negociueshëm, do negociohet, mbasi vetë OSBE-Odir ka meritën e veçantë të stigmatizoj jo terroriste, por aty afër rrafshin politik për zgjedhjet patronazhistët. Ju e morët vesh tani që patronazhistët u bën personazh i urryer si balluku në raportin e IBAR. A e lexuat raportin? A e pat ju që damkoseshin rrjetet patronazhistëve dhe është shumë rëndësishme, po ju problemi është këtu. Pra unë e them këtu, domethënë, censurimi i raporteve ndërkombëtare që damkosin qeverinë dhe mbrojnë interesat e qytetarëve është një akt jashtëzakonisht i denueshëm i mafjes së fjalës së lirë. Raporti ka qenë çdo media. Janë pronar, jo, e di s'ka qenë, ta them unë. Ka qenë ajo që Sali Berisha, Stalini, Sali Berisha Enveri me zgjedhjet e tij. Ajo ka qenë në çdo media. Imagjinoni ju,
referendumi Enver dhe referendumi Stalinit. I kuptoni këta se ç'bëjt, edhe thot ka qenë çdo media. Jo, Isa, nuk ka qenë çdo media. I kam nekun. Mund ta kenë citue, po nuk e kanë lexuar pjesët të cilat janë jetike. Ja, për shembull, për herë të parë që në raportet e Bashkimit Evropian damkosen rrjetet patronazhiste. A e thatë ju që kjo është hera e parë? Nuk e thatë. A e cituat ju këtë rresht? Nuk e cituat. Prandaj edhe unë nuk kam tendencë të mohoj asgjë, por natyrisht do mbroj interesat e qytetarëve. Ju doni ta bëni, nuk u lanë pronar. Ky është problemi. Është pa vërtet, po. Zoti Berisha, prej zgjedhjeve të 11 majit vitit kaluar ju keni përmendur kanabisin që është mbjell. Tani duke qenë se kanë kaluar më shumë se një vit, hashashi ku është? Hashashi, shko te kullat. Shif kullat, aty e ke. Hashash dhe kokainë se ke në kullar, buridhë. E ke aksionerësh, a e din ti, njerëzit rëndom thonë që kjo është kulla e Diram, këtë e në katet e Diram, këtë e në katet e Olsiram, unë sem asë kadasash, po ku e ke atë në kulla, po si po rritën në kullat, më thujti mua, pse po shpërndajnë qytetet tjera, këto janë. Zoti Berisha, partitë politike janë përfitueset e fondeve publike. A jeni ju dakord që partitë politike të auditojnë nga kontrolli i lartë i shtetit, pasi një problematikë e përmendur nga KQZ-ja ka qenë për faktin se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve auditon ose verifikon vetëm raportet që ju i dërgoni në fund. Praktikisht një nga problemet kryesore me kontrollin lartë shtetit ka qenë pikërisht kërkesa kontrollit lartë shtetit që të shfuqizonte detyrimin që kishte kontrolli lartë shtetit të bënte auditimin e financave të partive diku në vitin 2002. Dhe ky vendim i gjykatës kushtetuese shumë specifik e ka detyruar Parlamentin e Shqipërisë që nga viti 2008-2010 që t'i japi detyrën Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sigurisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të fshihet pas pretendimeve për pamundësi, hapësirat dhe mundësitë me ligj apo me financa Parlamenti ja ka dhënë, por mbetet fakti që nga aq qindra denoncime që shkuan në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në fund fare rezultoi vetëm një gjop me vlerën 30 euro. Kjo është e vërteta. Pra, nëse ka një sistem financimi të paligjshëm që duhet ndëshkuar, duhet të ketë dhe një sistem efikas ndëshkimi i cili nuk është. Ajo që ne mendojmë se është e domosdoshme, klauzolat e anullimit të zgjedhjeve. I vendosi Franca pas akuzave, të themi, se s'mund të them se janë të vërteta, pas akuzave për financime të paligjshme nga një shtet i huaj i fushatës elektorale. Këshilli i shtetit, që është, si të thur, gjykata kushtetuese e Francës, rekomandoi gjykatësit që në raste si këto të ngjashme të urdhroj anullimin e zgjedhjeve. Dhe kjo në Republikën Franceze, një vend që ka, domethënë, mbi një shekull që zhvillon zgjedhje dhe që zgjedh presidentet dhe parlamentet e tij me zgjedhje, një vend që në tërësi ka patur dhe ka traditë demokratike të konsoliduar, po ja që i ndodhi dhe pikërisht kjo për këtë arsye Këshilli i Shtetit, organi të themi kushtetues, organi që zëvendëson gjykatën kushtetuese në një farë mënyrë, ka dhënë opinionin që duhet të mos ketë duhet që të shkohet drejt anullimit të zgjedhjeve. Tani imagjinoni ju këtu, a mund të imagjinoni ju Altin Troplinin të urdhroj anullim zgjedhjesh për Edi Ramën. Këta janë të lidhur në krime. Këta janë zinxhir dhe ndaj dhe shkojnë 23 ankesa pranon, si të është penalizon vetëm në një rast. E kuptoni ju, asnjë, domethënë rreth 1%. Turp i madh, është e pa konceptueshme kjo. Problem nuk ekziston kund në Europë. Dhe pra, është e domosdoshme të rikonsiderohet një trup serioze që guardiane e ligjit elektoral dhe jo partjake që spyet për ligjin elektoral. Ju falenderoj.